Përshëndetje miq. Shkojna me vitin e radhës, gazetarët e shitën. Sepse u mytën gazetarët e shitën të akuzu Jeta Xharën edhe Kreshnikun, Kreshnik Gashi nuk gabofsha, po pse po dezinformoni, pse po mashtroni, pse po jamani anën Albin Kurtit, pse s'po i qitni emnat. Që do të thotë, sipas menimit tim, kush e ka mizën mazveshje, apo mizën e kapuq, që thëjmë fjalë popullore, i djeg, e don me ditë kush është në ato lista, inshallah s'është emni jam, të i thonë, që shtë po folit. E kështu që miq të dashur, shkojmë të dëgjojmë videon e të diskutojmë së bashku. Se kush janë ta? Faleminderit për çdo. A e dini emrin e gazetarëve që kanë pas me i marrë çdo pare? Ermal Panduri. Nuk është saktu ende pe prokurorisë speciale. Mal, janë tre avokatë që kanë qenë të paguar prej strukturave paralele të. Nëse di Ermal Panduri çfarë po të intereson çfarë fort kryesore ata janë dalë. Edhe Kreshnik Gashi, ky vjen të në emision rregullisht e njeh fare mirë. Po ashtu e njeh Jeta Xharën. Këta nuk spekulojnë. Ta punojnë kallzo.com, dhe këta kanë fakte, në moment që qesin, diçka këta kanë fakte. Kështu që ti, unë po çudita për teje, se para tjetër s'u du me përmenem se tani bëhet më interesant. Kështu që mu po vjen çudi për teje, pse ti po pyet kur ti e njeh Kreshnikun fort mirë, edhe Jeta Xharën. Nëse ti si e kryen, çfarë po të intereson ajo punë? Apo ki veç për tikime. Se për ndryshe, në ka ta tjerës po pyet lo. Je ti që po pyet, Klan Serbia, edhe një unë që s'po du me përmenemin, se del vetë tash. Kështu që shkojnë e misë. Serbisë, deklarata ime nëse dëgjohet që është thonë edhe që është konceptu, flet për operacionin e prokurorisë speciale në të cilin është arrestuar Fatmir Sheholli, dhe aty flitet që nuk janë të... Ermal Panduri, vetëm Sheholli që u arrestu, ma shumë s'ka nevojë, ka me qitë kretë. Nëse ma men kur thëgjë Albin Kurti, Isem Berishës, nëse donë minimum Kosovës, veç më së tako me Isem Berishën. Jam në dalin, si gali, po deri në kismet. Gazetarët e Kosovës, mirë po flitet që Fatmir Sheholli ka qenë i udhëzuar prej BIA serbe me publiku një informacion në disa media në Kosovë. Prokuroria speciale dhe që... Këto e kuptumit, tash vjen një që e ka qitë Albin Kurti prej punës të RTK-s. E kjo është ai Ridvan Berisha më zgabofsha. Ka gazetar dhe analist në Kosovë që paguhen me parat që vijnë me çanta nga Serbia. Po, Ridvan Berisha. Kreshnik Gashi e bëri këtë akuzë. Nuk dha asnjë emër. Vetë vendosje i madh dhe i vogël. Me shpejtësi e shpërnda. Çka ka kjo me vetë vendosje dhe burr? Unë jo veç këtë lajm, po se cilën lajm që del kundër Kosovës, ose një të mirë të Kosovës, do me thonë, me specifiku ma mirë, kundër Kosovës që punojnë, normal që këtë vetëvendosja është kundër, edhe këtë vetëvendosja i shkep lajmet, shumë e vërtet është. Mos me ndove ti mos me folë, me më shirgojnë, edhe ti më knasë ti marë pare, po? Shkojnë a miqë. Në këtë deklarat të medjes së Jeta Xharës. E derisa nuk flasin me fakte institucionet ligjzbatuese. Që s'po folë me fakte o Tarzan. Me fakte e ka thonë emna dhe mbi emën, e ka thonë të jënë 3 avokata me emën e mbi emën, me fotografi. Po e bëna vitin për shpejti nuk mujta me gjithë emën, se të gjoj edhe emët edhe qesa edhe emnat. Kush e ata? E ti shumë mirë, ma mirë se unë e din. Edhe gazetar dalin,
Po ti që ki nevoj qapu kuqesh, pëse qapu të rrok ty, në s'ki diçka. Akuzat të tilla i shërbejnë luftës hibride dhe një fushate dezinformimi të mirë menduar për ta delegitimuar lajmin, mendimin dhe analizën kritike. Kush pe kritikon Jeta Xharën? Kush pe kritikon Jeta Xharën? Që ajo është e para pe granësterisë, njëna me mira dhe me para që ka dhonë të amon gjithmonë o konë drejt. Shkojna. Ndaj Albin Kurtit. Nëse kjo mund të quhet fushat e nxitur direkt nga Kurthi me facilitimin e platformës së Jeta Xharës, paraqet shqetësim serioz për medien e lirë, rrjedhimisht për demokracinë dhe rendin liberal. Se në demokraci për folte o Tarzan. Demokraci me punu për Serbia, me marë pare për Serbisa. Kjo është demokracia. Që demokraci po të aprishti, po të dhimet, po. Shkojnë amish? Jeta Xhara, kjo nuk është gazetari, është fushat e fylliqur. Me këtë qasje, po i shërben. Po i shërben? Një qëllimi të pushtetit për të friksuar e intimiduar këdo që ka kritik për këtë qeverisë. Kjo Thue me që të që kjo Jeta Xhara është e lëvizjeve të vendosje. Jo që kjo është gazetare, po nën kalzo.com muzga bofsha, me gjithë Krishnikun, kalzo.com punoj, s'kan bëjt fare me Albin Kurthin. Po ku pidhem këtina, nuk e di, nështë ta ka zë vetë. Dhe në rrezik, edhe jetën tonë. Jo, më mëse më barak, jo tybe, jo. Nëse s'ke hongër udër, zdjejera e rani jam. E nëse ke hongër udrën, e bajsh me shnet. Se mëra pa i kije, shtetën e kam fjallë, no? Kështu pa, mësë tutë se shtetën e kam fjallë. Nëse zdjejera udër. E nëse jo, pëse di pëse ki ka s'frikë. Si ti si herë mali që e tjetëri. Ka emrat në siki, kush na qenë kanë si pas jush, ata apo ato që janë blerë nga Serbia. E ty që po të interesoj të emra, tash? Nëse ki menën më s'po delem një e dykun? Ato e sekrete, po do dalim, qysh durin 3 avokat me emën e me mbi emën. Mos qëtë këto fore, mos qëtë këto patëgjona për speca, apo tomate për speca. Mos më në me qitë hi syve. I ndalë emnat, 3 avokat i ndalë me emën e mbi emën. Apo të me të dhomë të gazetarune. Si që njësën për i Batanoviqet, Lirimoviqet, Batonit, ati Beratoviqet, e Milem Zekës, e shumë e tjerë, që folit në për publik, që i thojnë në përsy, në për studio televizive. Po do dalim, pa merak, mos e flaj qitë, që do dalim. Ridvan Berisha. Mishë dashër, kjo ishte video për sot mire pashëm videot e radhës. Me të vërtet, sot spataret me poso e më lodhë, veç kër e pash ta që ishtë dalë, për kritikon Jeta Xharën, që po i zbëllon senet, edhe po i qëtë të amën, pa amën parësisha është i vëvës, është i kujnë është. E me dalë kemi kritikuar, vetëm se për me klikim ose për i natit e Albin Kurthit, që ka largu e punë. Jo, jaran e jo. Edhe njëherë po të thomë jaran, pa hongër, hudër, eras të vjenë. Kështu që mire pafshëm, në Kosovën e lirë, mi që dashër, respekt zotë i rujt, opozit, like share. Ridvan, kjo të një like aty se vëllaj për të tërsen problem.